vërtet gusht, të kujtosh mëshirën e Perëndisë. Dhe fjala e Zotit ju drejtua Jonas, birit të Amitait, duke thënë: "Çohu, shko në Ninive, qyteti i madh, dhe prediko kundër tij, sepse ligësia e tyre është ngjitur përpara meje." Por Jona u ngrit për të ikur në Tarshish, larg pranisë së Zotit. Jona 1:1-3. Perëndia kënaqet që t'i shpëtojë njerëzit. Kur Perëndia e urdhëroi Jonan, shërbëtorin e tij, të shkonte në Ninive dhe të predikonte kundër saj, për shkak të ligësisë së saj, profeti hezitue se dalloi që njerëzit mund të pendoheshin për udhët e tyre të liga dhe që Perëndia do të reagonte me mëshirë ndaj tyre. Shi Jona 4:2. Ai e dinte se Perëndia është Perëndi i mëshirshëm dhe i dhemshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri, që përdor mëshirën për mira njerëz, që fal paudhësinë, shkeljet dhe mëkatin, por nuk e lë të pandëshkuar fajtorin. Eksodi 34:6-7. Ai e dinte të vërtetën që Perëndia do të shpallte një ditë përmes Jeremias. Nga një herë për një kombë dhe për një mbretëri, unë flas dhe them se duhet shërënjosur, rrëzuar dhe shkatëruar, por në rast sa i kombë, kundër të cilit kam folur, heq dorë nga ligësia e vet, unë pendohem për të keqen që kisha menduar t'i bëja. Jeremia 18:7-8. Jona e dinte se zemra e Perëndisë është një zemër e mëshirshme, prandaj ai nuk pranoi që t'i bindej urdhrit të Perëndisë. Pse? Me sa duket, ai nuk i pëlqente njerëzit e Ninives dhe me të drejtë, pasi Niniveasit ishin pagan agresiv, mizor dhe të dhunshëm, si dhe armiq të cilëve Izraeli u druhej. Jona nuk donte që Zoti t'i kursente ata. Prandaj, më vonë, kur populli i Ninives e braktisi ligësinë e vet, kjo nuk i pëlqeu as pak Jonas, i cili u zemërua. Jona 4:1. Jona mendonte se ata e meritonin gjykimin e Perëndisë. Ai kishte të drejtë, por fatmirësisht, mënyrat se si Perëndia i trajton kombet, qytetet dhe individët nuk janë si mënyrat tona. Dëshira e Perëndisë është të tregojë mëshirë dhe jo të sjellë gjykim. Dhe mshuria e Perëndisë për Niniven është një kujtesë për ne, që ai nuk dëshiron që ndokush të humbas dhe se ai kënaqet që t'i shpëtojë njerëzit, sidomos ata që duken se e meritojnë më pak këtë. 2 Pjetrit 3:9. Jona donte të predikonte vetëm atje ku ai donte të predikonte dhe atyre që ai donte t'u predikonte. Mirë po mesazhi i Ungjillit është për cilin do, kudo. Sot, lajmi i mirë i Jezusit nuk kufizohet vetëm për njerëzit e mirë, për njerëzit që duken dhe veprojnë si ne. Në të vërtetë, Jezusi i urdhëroi ndjekësit e tij: "Shkoni, bëni dishepuj të gjitha kombet." Mateo 28:19. Ç'mëshirë pa mas. Perëndia është pasionant në kërkimin e tij të njerëzve krenar, kokfor dhe rebel, njerëz një lloj si unë dhe si ju. Ai na thërret për të qenë të zellshëm, që t'i shpëtojmë ata që po humbasin, të kujdesemi për ata që po vdesin dhe t'u tregojmë për Jezusin që ka pushtet për t'i shpëtuar. Perëndia Triun dëshiron t'i shpëtojë njerëzit mëkatar. Ai e dëshiron shpëtimin e tyre aq shumë sa erdhi të vdiste për t'i shpëtuar. A ke edhe ti një zemër si e tia? Nëse po, do ta dëshirosh shpëtimin e njerëzve përreth teje, kushdo qofshin ata, dhe pavarësisht se çfarë mund të kenë bërë, aq sa të shkosh dhe t'u tregosh për Krishtin.